Jemi në odën e Mustafa Ramajt këtu në Glogjan, aty ku lauta dhe tradita ende jetojnë me krenari. E sot do të realizojmë një bisedë të qetë me të, për të mësuar më shumë rreth rrugtimit të tij, punës që e bën dhe dashurisë që ka për lahutën dhe këngën shqiptare. Së pari, na trego kontaktin tuaj të parë me lahutën. Kush ju mësoi të luanit? Kontakti imi i parë, se na thojmë gjithmonë si fëmijë, po unë diku kam mosha 8 vjeçare që kom pa, domethënë jam inspiru për 2 plesve këtu të lagjës tanë. Njoni ka qenë Xhemal Haradini, edhe Jasa Lezesiraj. Ata kanë qenë edhe si mashkuj kështu si figurë, se kjo merret me epin shumë lahuta, dën pak edhe ata i kom pas si fëmijë, si jam inspiru mas pari që kom pa në kontakt për herë parë një temë me lahutën. Atër kom vazhdu vetë, se une jam edhe rapsat dhe gjithë jetën kështu kom punu, kom interpretu me violin në grupë. Po në mungesë kësajna, se pak mi punu këto ish problem atër, se i ri, edhe se kisha atë godzimin, thesha du të më konë fort i perfekcionu me bo këto. E mesha violinën e kom pa transformu e bo si në lahutë që ashtu se si formë, atër ma vonë, ndërtova vetë edhe nisa dhe me interpretu në ta, po të ashtu unë kështu u boj interesant. Unë nuk jam mjeshtër që jetoj për këti zanati. Po kom si hobi kështu, dronin e kom si hobi, edhe atër vetë puna ty të shtyjnë kërkesat, bëma një. Tash, hinës pak si përmend, edhe e kom bo dhe punëtorina aty edhe i punoj, edhe interesimi është shumë i madhë, është interesant, sidomos mërgjimtar të lypin mas shumë ti. Se këtë kjo është interesant, është se shumë kanë kërkesa njerëzit lypin, nuk janë vetë interpretues. Nuk është si din mira, po një trashëgimi që dojnë me javlon fëmijëve dhe të breza dhe të marrin shto shumë. Edhe u flit që po do më shku në zhdukje, nuk është ashtu, se une i kam edhe një grup fëmish kështu që ju shtroj për i mos 7 vjeqare, 8 vjeqare, edhe është të shku puna mirë. Jenë disa lahutarë, talentatri që nga punojnë me mu, jënë ka një interesim edhe tash merdh rasti shumë mirë që edhe u prani u. Po, si e pritët këtë lajmë, pranimin e lahutës në UNESCO? Shumë i gëzushëm, se që shmë thonë mlefi njerëzimit ka qenë këtu në Kosovë të na, mas shumë të në kontakt me njerëzone në amur Serbia lahutën. Unë para 5 vite kom qenë Akademi Shkenca për të njëjtin problem në kanë thirrë lahutarë gjithë trojë shqiptarë kam qenë. Neve në ka përfasu Zemër Neziri, ka mojtë diku një 2 orë legjerata aty, kanë qenë studius për Tirane, po bua debat shumë i madhë pëse u praniu, pëse së praniu. Edhe këtash jem gëzu shumë pa mas që kun dëgjova veç djesi o praniu merë shumë mirë. Pse është e rëndësishme lahuta për identitetin tonë? Unë kam të kryme dhe gjuhën Shqipe, rreth eposit ku na ka shpjegu profesori, kjo është shumë interesant që e pas fjala pas u përkthyesi mas atij, më më këndu me përshkru një gjare që si e vetë protagonist, por për një kohë të kalume. Unë tash punina pak krenar që kom rri në këtë kohë në sotit për juknoj në gjareve dhe historive të reja, pikrisht djemve të që kesë se kanë dhonë jetën, edhe jem pjestar tash që e kom pa, vetë në gjaren, kjo ka rujt shumë. Lahuta ka rujt shumë të na, se në përmes kësajna identiteti është i janë rujt, për shamu, në të regu shumë gjarje, shumë histori, edhe është mirë muzikuar, shumë instrument karakteristik, se ti thujnë kardofonik është vetë me i tel. E të shqiptarët, ta e kanë përdorë dhe popoj tjerë, në forma tjera. Po të na interesant është që o transformu o bo, o adaptu për neve me kënun ta. Edhe kjo ka majtë historinë që për shamu e djetë për kohës kalume, neve të hujtë nga kanë shku historinë për shefin e vetë. Në Arab sot të nëzojmë një farvend i bukur më rëndësi që për shamu ne e kemi interpretu krejt jetën e për odën, e për najan, e për gazmende, dasma, e ke majtë historinë tanë të pashkrume të e mësët. Sot i shala tash e kem akademinë tanë, se unë ju më koni zemru shumë për jave për një kritik, bashkë akademikëve tanë që
nuk e morën dyqysh si seriozisht kur na morën çatëherë. A ka ndonjë këngë që për ty ka vlerë të veçantë, që interpreton me lahut? Ka shumë ka. A kjo bashkëbazamentin se ka zemra, shpirtit është më këndon kur i këndoj për shembull këngët të mallit Homerit tonë Gjergj Fishta e lahuta vetë ka titull lahuta malësisë. Ajo është për mua dhe për shumë njerëz që ka bërë Gjergj Fishta, inshallah kem fat e lindë edhe një tjetër, veç probleme kemi se edhe u gëzova se bashkë para 5 dite një projekt u lëshu, se kom shku kom bo një videoklip bashkë në shtëpinë e ty në trollën e tij Gjergj Fishtës. Edhe për Radio Kosovën, çka kishe interpretu? Radio Kosova për mu është një gjë ma shajta. Ka dhonë këngë, ka dhonë karujt material, ka gjithçka, sidomos të folklorit e ka majtë shumë nivel. Për Radio Kosovën kisha interpretu një pjesë Gjergj Fishtës aty, për lahut malësisë. Drita e dal, po e diljo pole e vali pasha moro trim sirfe e vherët e natje pashave koka qua e ka mosizmet moro terion gu e dhe vati dove ka shalju e shalonatin po me dy kolona o vidhe tot jo moro bashkë si zona e bashkë si zona po nat mal të morit e brevo dal pashana e der të borit e der të borit bre pasha mo dal e nënës vet po mja e thot dy fjallë e va merë vesh e thot mbor jo ti ljoke o bon munder nënë mori miqve shokve o me bonder majnone kusht jet për nder e fukarova i don mos mane der se du me doloj nono te kareka e bona kan dal po do pun të reja o me përpjek nonë te u haxhi zeka e se kjo pun moj nonë po myle duka se me shkjavo e mbara beso nuk e ka unose
Çfarë ndjesie ju jep kur interpretoni me lahutë dhe këndoni në njëjtën kohë? Është shumë interesante lahuta që edhe sot e përdori në disa gazmende, na e kështu, edhe brezi më i ri, kanë korreshti edhe ndëgjojnë. E ka i farë tingulli shumë të reks kjo, të këthe një kohë shumë vjetër, shumë kohë të kalume. Kështu që sot interesimi edhe qefi njerëzve shumë i ndëgju. A është vështirë me mësu? Pa tashma si i bi vetë s'muj me thonë e vështirë, se kush ka marak zë shka më rejnë, vish po pak vështirë është. Sa ko duhet një i ri, për shembull, që ka dëshirë? Pa tash ty u bazun vetën se vullnetin e fort kur ka njeri më rrinë gjithë shka në këtë jetë, unë për veti më mësu, po tash të na jemi të punu me ta shumë që t'ju marrë edhe me kompozitor, se unë për shembull para 3 vjetësh kom lujt për herë të parë me Filharmoninë e Kosovës. Ajo bo një gërshetim që nuk u pate që tash. A keni qenë në Vatikan? Jo. Ajo. Kom pas probleme, se kom Po. frikë për aeroplanit shumë. S'kom mujtë. Bo, këtu në Prishtinë, kam qenë edhe bo se e kem një kompozitor këtu në vendas, Krishnik Kalishkën, keni dëgju për ta. Aje ka shku veprën ditët e 9 Starez. Po atë hapsinen, kohën e lahut se kalon të hapne. Pa njota, kuptot ajo. Vishë për mu kjo një mërime shumë e madhe, që për shembull për herë të parë me lujt me Filharmoni, që edhe Shqipnia kanë tradite, gjithaj kanë po halas se kanë vunë ato, dul një gjë shumë interesant. Ke interesimi jashtë mase. Qysh ke bashkëpunimi me Filharmoninë? Shumë bukur. Shumë bukur, se edhe ata janë kështu interpretun me qefe, me vullnete, me... Të të shikun pas rast, hedja dhe ma që di, me këtë muzikën rockerat Prishtinës, është një pjesë aty e vend 55, diko quhet para 7 vjetë, kanë qenë brezi më i ri rockera, kem bo, edhe aty një kombinime kem bo. Bashkë me Afrem Sadikun, Egzim Sadikun, para një jave kesh këtu që ke kë Okarina, aty ken një pjesë e interpretuzve më të përzjedhën për Turqisë, për një 4-5 shtetëve. Unë e hapa programin edhe interpretova pra shumë ambasadave aty kënë prezent. Interesimi kënë nivel sa dhe vetë, po që ditë në qësh me mirë të shkuje shumë puna me ta. Të këta me akademik të pak po kom problem se po kom qef edhe kësaj ko sodit mi kënu ka pak. Se s'po du me larga sajnë me kritiku, po nuk shkon krejt ku aty u morë me mujnë e me Halilin. Në faktikisht ato du të më konë do figurat imaginume, se s'ja di ma sa ka qenë shqiptare, Bosnjaka. Po mirë, aty kanë gjithë zbatim se o shprejmë mlefi në përmes ty në mikin tanë. E tash jemi të punu shumë, inshallah po do zoti, për japin rëndësi shumë të madhe, vitin e kalum, qash ka pas interesim, pej të veshes, me Alma Qupin, e ka bo një kronik shumë të fort, për televizionet tona, gjitha nëna një mujve, kë i kumë pasë të se sa është interesimi ma. Po ju sot, dy që shpat fatë se mu më thirën më shku një 2-3 vena, po ti spërtove mërë mundimin e erdhe këtu, edhe ishala sa ma shumë, po një një spërtoni se këti popli shka ti servojsh aje hanë. Po ndalemi pak tek punimi i lahutës. Ju merreni me të. Cila është, ndoshta themi faza më e vështirë gjatë punimit? Faza më e vështirë, ka vështirë ashtu krejt tana, po është problemi kështu se druni o zërë mja qëllu cili është bashkë që vynë. Tash fazë pak si e vështirë është që to skulpturat, se këto du të më kryj krejt me mojet gishta, me dorë. Këtu nuk ka mekanik kur gjoheq. Po, që kjo është pak ma vështirë, jënë ka dalin mjetë e maqina për djetë për shamull tash, ne këtu i kemë ngëdhen me krejt, me teja kështu me ato të zlicat, si thujmë ne tash, ka dalin mjeti, për muj me bo që ta me qelë, dikun janë 10-15 minuta ma shumë eqë. A je gjithmonë i knaqën me tingullin që Jo, për shamull e ka një më shëndësi që ky dru, që ky les, është 2 pjesë.
që kjo pjesa të nej kom vanu të sa më kanë shpigu mjeshtit pak më të vjetër, po unë edhe hi në internet lypi shumë, më interesant. Tash është interesant për shembull se kjo pjesa pe dillit është më kontribuese. Kjo hije si jep më pak. Për që dhja ma madhe që drune për shembull 2 pjesë që kjo pjesë, e që ati druni nuk ka për tingull si kjo për shembull. E kjo sa pet gjanat natyrale s'mundet kush mi liftu. Tash e kom këthy vjetrës, se na imi shërby me që Shqipnia i thojnë kësaj spango, na i thojnë spag, na kemi improvizu me tel persi, kështi që nëzihet persit, po tash kohët fundit a ka ardhë për dikojt jashtë sa kanë hinë vëprëmisht më këtuja pet në kimet kalit. Se kjo zakonisht bashkë si e dënë kimin e kalit natyrale. A jep tingullin më të mirin, si jep. Edhe pipunojmë qështu, për Marakit, unë thashtë edhe ma herët, unë nuk e mjeshtër që jetoj për këti zanati, po si hobi e kam. Mirë, interesimi është jashtë mase, i njerëzve. Qëllë me fjallë sa më kanë thonë, bëmanja. Mërgjimtartë, ku pas sa shtë kumë qunë në shtetet bashkume, në Belgjike, gatin të në shtetet. Kanë marë ka dishka. Edhe ndonjë këshill, qysh mirë mbahet, qysh ruhet? E, tash ti këto, e ka një karakteristik, kjo lkura është e jellit, dhis. Kjo për shamull, të lagështit nuk vëdën fort heq milion, se lunë, e ndin temperaturën shumë. Që to kur në zet, kjo e tingullin mirë fort. Me qitë jashtë nuk e dënë. Këta du të mirujt për lagështije, mas shumë të du të mirujt. Çdo drunë, po edhe këta. A është e njëjta formë që ka qenë për para? A është modifikuar ndër vite? Pak kem avancu se ato, kur i kom parë si thmi, kanë qenë shumë thjesht ato, vish. Edhe më starojmë të cekim, se masi është tash faza si u pranu në UNESCO, si mas meje. Si mas meje, se edhe studius, tonë diplomojnë të i marë prej neve. Atin, po, që kjo një, në mbronë mas shumë ti. Për krenore a Skanderbeu. Po. Që kjo në ka mbrojt mas shumë të dhija, për shambull, që se logaritet në smehita është atin letërsi shka ka shkru, ka dareja tonë kanë shkru për lahutën, kanë shkru gjithë ka pak. Sa logaritet luftën e trojës atër, thojnë generali asaj luftë, lautarët i ka da, thot ju zgudzoni me marë pjesë luftë, detyra ju është me i pnelt atje, me pa luftën vetë original më sy, dhe atër për ju i lypet me kërju e me tregu. Po tash kjo, që kjo për mu në mbronë mas shumë të dhija. Po, shumë interesant. Ndonjë detaj, ndonjë fakt tjetër interesant për lahutën që se kemi ditë në tjerët, e që mundesh me përmen? Jo tjerë që se keni ditë që unë për se çdo popull e ka formën interpretimit vetë. Na me këta kojshit në dytë, për i thamë bashkë që se s'pëllohë në heqë, edhe interpretimin e kemi në atani në atë vetë. Ata interpretojnë kështu, me majtë që të në gishta. Na i bim kështu, me pjesë tjetër. Edhe të ata kjo quhet gusla në atë gjuhën e tyre. Ne kem laut se kem dërshu pe lirëve të sa të këtë amën e manë. Edhe u bo mirë që u pranu bile spaku, se shumë më konë bo problem. Mlefi madhë konë bo. Qush bërë në amurën, s'kështë tjetër temit. Dhe tash u bo mirë, që zotit ta ka të ndërsu më dhe pe breza, të i nuk konë zhdukje, që i konë në që të në rëthin dhe djemë të rishe, vinë të me ushtru, me ponua, adhin kanë një interesim shumë të mirë, dhe kanë më bo lautarë të mirë. Për fund, një mesazh që do ta kishe për gjithë gjeneratat e reja, vendit tonë. Të gjeneratat e reja, ju kisha bo lutje, sidomos për vetë. Fëmi, që ka talent, që duket që ka talent, mos përtojnë, unë jam gjeni edhe mja falë krejt, vesh t'jep mundësin më mësun ta se na thoi një farë fjallë është pema patron nga jo rëzot, s'ka gjonë të ishë. Mos të lëshojmë sa të mundëm të rujmë që të gjona. Se me shtu edhe ke marrë ku jemi të ishtu. Generatat e reja, për shamull, kur në nishin e këj fillat në trejmë kjo betje, kjo në gjari, kjo si, frëmzimi edhe shumë djemë të luftë që tu se nuk përdu me i bo për lavë, po
fshati em është një fshat, kur mi hin luft në aki ka pas diku 110 shtëpi, jemi shumë fshat i vogël, krahasim me tjerë. Po i ka 23 dëshmorë që në vrarë me poshtë dorë shumica prej tyne, gati gjysë atyne kanë qenë antarë shoqënive, janë marrë me folklore, kanë pas në shpirt këta për shembull, si frymëzim, po shumë i mirë ta mirujt edhe brezat që sot që i kemi. Unë falenderoj shumë. Faleminderit E për fund edhe për dëshirën tonë, edhe të publikut, edhe një tjetër këngë më na interpretu. Tash, pëndërshoj pak në gjanjen, për marrë të historisë të re tash. Kush po në gjitet, bre dush kojës për e pjet. E që ta vogël moro me 3 vjet. O djem Petrita moro, djem të lit. O djem të let, o djem të ri. E shken se 3 mjare ka e dol ka o pri. E qa me po, e djall të ri. O syje vet lavoro, plot burni. E 2 vit vjer, po ko buren zblok. E brene dor pushke novën e zjargato. O se lodh toftit moro, se lodh moti. Zemra ti po fushi baroti. E voj shkondora vojro vekti trolli. O dhe kradjato fate minimoni. E bravjen shpende se qavova e kilë se në bonir. O si lodh toftit djem to ashtër nga të. E zog so koljo po buri Mustafa. E pasir feja vojro e që vrete malin. O njët pushka brelu animonit. E po që fjall mare po që beljo plak. E don me marë thot o shkan konak. O si mos pash marë djale po ran me mqit. E brave dini miro qa e ka me t'prit. O shpine djegun moro lakun fyt. Efter shkel zedja vojro urte but. E ka dal shka vojro mosu mut. O si ne dash mor shko breme për pjek. E breme na vra vojro me na djeg.
Oh, mos e hub mërë shkakurin jo dakik, e se që tu mërë po jena tu i prit, e bre se prej vendi të rojë nuk lujdot. Po ta shtruhe, o sa ofren pa rotu nëse. Po drita e dal, po diljo pole.